it Europe? I've never heard about it. We are... Albania? Where is it? Europe? I've never heard about it. We are... Eagle Beat! Ladies and gentlemen, are you ready? Let's get it on. I'm gonna make me lose my mind. Up in there, up in there. I'm gonna make me go. Hey, I'm gonna make me act a fool. Up in there, up in there. I'm gonna make me lose my cool. Doing better than me. I'm not in competition with anyone else. The only rival I have is the person I was yesterday. It's me versus me every day. Keep pushing yourself forward.
Bravo Olta.
Përshëndetje Durrësi. Përshëndetje Kruja. Shiaku, mirë se keni ardhur në këtë shesh I cili sot duket I mrekullueshëm. Një përshëndetje për gjithë Ishmin, Manzën, Sukthin, Katundin e Ri, Rashbullin, që na kanë mbështetur sot në këtë takim. Sot është dita fundit e fushatës dhe ne me këtë takim madhështor mbyllim gjithë punën që kemi bërë gjithë këto muaj bashkë me ekipin e kandidatëve, të cilët kemi qenë së bashku në çdo lagje, në çdo rrugë, në çdo fshat, në çdo njësi administrative, në çdo shtëpi dhe kemi folur ashtu siç dim të flasim nëpërmjet punëve dhe veprave. Sot Durrësi me mbështetjen e Edi Ramës ka shkolla më të mira, kopshte më të mira, qerdhe më të mira, ka më shumë qendra shëndetësore. Mira shtëpi u ndërtuan për ata që mbetën pas tre nga tërmeti I 2019-s. Rrugë nga fshati më I fundit I Ishmit e deri në fshatin më të largët të Rashbullit janë ndërtuar jo vetëm qytetin e Durrësit, por në Shiak dhe në Krujë. E shumë punë të tjera të cilat ne I kemi përpara. Me mbështetjen e Edi Ramës dhe Partisë Socialiste, Durrësi ka hapur një kapitull të ri zhvillimi përsa I takon infrastrukturës portuale, përsa I takon infrastrukturës hekurudhore. Akademitë elitare të Manchester Cityt dhe Rafael Nadalit po ndërtojnë në Durrës shkollat e tyre ku gjithë fëmijët e Durrësit dhe jo vetëm do të kenë mundësi të edukohen në sport. Kryeministër, ju mbyllni një mandat të vështirë në qarkun e Durrësit, një mandat me sfida ku tërmeti dhe pandemia lanë gjurmë tek qytetarët e Durrësit, por ne së bashku kemi bërë shumë punë. Dhe unë jam shumë e sigurt që ne me mbështetjen që do t'i japim Edi Ramës dhe Partisë Socialiste në datën 11, ku do të marrim 9 mandate për Partinë Socialiste, do ta bëjmë atë që të ketë mendjen dhe zemrën sërish në Durrës. Ka një projekt më të madh se sa gjitha këto projekte të cilat ne flasim dhe ne sigurisht që do t'i vazhdojmë bashkë me mbështetjen e tij, është projekti historik, projekti që na kanë lënë amanet të parët tanë ata që luftuan trojet tona për të drejta dhe lirit barabarta për gjithë shqiptarët. Është projekti për Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe ky mandat do të jetë pikërisht për këtë temë. Ky mandat do të jetë mandati I Partisë Socialiste dhe ne do t'i japim mbështetjen maksimale Edi Ramës për të marrë 9 mandate dhe për drejtuar 4 vitet e ardhshme për të parë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ashtu siç e meritojnë të gjithë shqiptarët kudo ndodhen, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Unë kam dhe një falënderim për të gjithë ata që kanë zgjedhur të jetojnë jashtë Shqipërisë, për gjithë emigrantët, për gjithë diasporën, e cila na ka dhënë një mbështetje të jashtëzakonshme dhe mandati I 9 sigurisht do të jetë dhe merita e diasporës durrësake, e diasporës shiakase dhe e diasporës krutane. Për të arritur këto rezultate të jashtëzakonshme duhet një skuadër fantastike e cila sigurisht do të shkëmbejë eksperiencën atyre që kanë tashmë mandate të cilët janë në kuvendin e Shqipërisë, por me siguri dhe energjinë dhe pasionin e të rinjve. Kështu që unë ftoj një nga një kandidatët të bashkohen për të bërë një përshëndetje të shkurtër dhe dua ta filloj me Klodiana Spahiun. Mirëmbrëma Durrësi, Kruja, Shiaku. Kjo është një pamje që në fakt në qytetin tonë nuk është parë asnjëherë. Fantastike. Dhe me të vërtet mua më jep të drejtën ta pyes kryetarin e partisë më të madhe në vendin tim. Durrësi, sipas parashikimit të memorandumit të Kuçit, ishte tek 50%. Sondet jeni të sigurt që ne do jemi te 100%. Është mandati I 9 për Partinë Socialiste. Dhe ka disa arsye në fakt që më detyrojnë mua sot që të ulem në gjunjë para jush, sepse keni qenë ju që në çerek shekulli Bashkia e Durrësit është drejtuar nga Partia Socialiste.
Janë 10 palë zgjedhje, lokale dhe të përgjithshme, që Partia Socialiste vetëm rritet me nga një mandat. Kështu që ju lutem, data 11 maj është dita që bashkon socialist, demokrat, të gjithë shqiptarët kudo që janë. Sepse kur ne punojmë, të tjerët bëjnë zhurmë dhe na shajnë. Kur të tjerët premtojnë, ne i dorëzojmë projektet tana. Dhe kur të tjerët mendojnë se çdo bëjnë në të ardhmen, ne e kemi tashmë të programuar të ardhmen tonë. Durrësi do t'jetë qendra e Ballkanit. Të gjitha investimet që Ani i përmendi në fakt janë punë dhe vetëm punë. Dhe nga zemra dua të falenderoj këtë herë dhe çdo grua, vajzë që na është bashkuar më shumë se kur këtë herë. Dhe ju them, nuk dua të zgjatem sepse kemi shumë për t'u prezantuar, por ato të fëmijët që demonstruan pak më parë, në fakt më emocionuan shumë, sepse treguan se sa mirë bëhen gjërat kur mendohet për parqet sportive, kur mendohet për shkollat, kur mendohet për kopshtet, kur mendohet për qendrat rinore, kur mendohet për qendrën e fëmijëve, të gjitha këto janë realizuar në pak vite. Unë nuk dua të zgjatem më, por dua t'i them kryeministrit që këtu në shesh sot ka shumë demokrat, të cilët ju janë bashkuar, ju Partia Socialiste, se demokratët nuk vinë te Partia Socialiste. Bashkohen vizionit të Edi Ramës për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe brenda 2 viteve ne do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Unë me shumë kënaqësi do t'ja jap fjalën për Sërianit, për të ftuar kolegët e tjerë. Milva Ekonomi, Dursaken ton, Demba Baden. Mbrëma Durrësi, mbrëma! Mbrëma Gruja! Mbrëma Sheku! Emocioni i madh, rrugtuam gjatë, po ja dolëm të ndaj mesazhin e ëndrrës europiane. Unë isha në Kruj dhe e dini, në fakt në çdo udhim që bëja në Kruj, ndjeja se shpirti Skënderbeut ishte atje. Në çdo cep kalaje, në çdo cep rrugice, në çdo zemër patrioti, sepse krutanët kishin një gjë. Krutanët mendonin që Partia Socialiste dhe Edi Rama ishin ata që e kishin transformuar dhe kështu besojnë dhe në të ardhmen do transformohet Kruja. Por çdo krutan kishte një ëndër, Shqipëria në Europë, për familjet më shumë, për fëmijët më shumë, për biznesin më shumë, për integrimin më shumë. Prandaj në 11 maj të gjithë të shkojmë në kutitë e votimit me zemrën e mbushur plot me optimizëm për t'i dhënë votën Partisë Socialiste dhe Edi Ramës numrin 5 për Shqipërinë e Europë. Ftoj këtu me ne Lojër Kumen. Mbrëma njerëz bukur. Qytetarë të nderuar, qeflit mëdhejt plazhit dhe detit, qeflit muzikës, nga Celentano, Dursaku Joni Vjetër, e deri ke Metallica, dashnor të mëdhejt të humorit dhe të kulturës, nga Fadil Hasa, Mirushka Bashi, e deri ke Gzim Mishketa. Është nder dhe privilegj i madh të jem këtu para jush dhe të flas në një qytet thuajse 3000 vjeçar. Qyteti jon fantastik ka kaluar nga momentet e veta më të shkëlqyera në historinë e gjatë, që është ai amfiteatri atje për 20.000 vendesh, deri në momentet më të mërshme të tërmeteve shkatrimtare. Po Durrësi, ashtu si Feniksi, ka ditur gjithmonë të ngrihet nga hiri i tij dhe të shkëlqejë sërish. Faleminderit. Dhe sot,
ne ndrojmë faqen e historisë, gjithë neve, bashkë me këtë ekipin fantastik, bashkë me ju të gjithë, për fëmijët tanë, për njerëzit tanë të afërt, për ata edhe që nuk na mbështesin, edhe për ata që janë kundër nesh, gjithë ky ekip dhe të gjithë ju bashkë, me kapitenin ton Edi Rama, ta çojmë anijen ton liburnase drejt portave të reja të shkëlqyeshme, fantastike dhe mbi të gjitha drejt portit mëm të Europës. Faleminderit. Suksese dhe fitore. I ftoj të gjithë kandidatët që na bashkohen këtu për të dhënë një mesazh të shkurtër, që t'i lëmë dhe pak kohë për një Mirëmbrëma Durrësi, mirëmbrëma Kruja, Fushkruja, Shijaku, mirëmbrëma të gjithë ju qytetarëve që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj dhe na keni përkrahur në gjithë të rrugtimin ton, jo vetëm gjatë fushatës elektorale, po gjatë gjithë viteve të qeverisjes së kryeministrit Rama dhe të Partisë Socialiste. Unë doja t'ju thoja shkurt diçka. Ne nuk duhet të luajmë me të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë drejt Bashkimit Evropian. Unë kam bërë një analizë lidhur me largpamësinë që kryeministri Rama ka patur që në zgjedhjen e taksës shesh, asaj taksës progresive. Taksa progresive nuk është gjë tjetër veç se përshtatje me standardet fiskale të Bashkimit Evropian. Dhe ne, përveç saj, kemi bërë të gjithë detyrat tona për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse Bashkimi Evropian është e ardhmja e fëmijëve tanë, është e ardhmja jonë për një nivel jetese më të mirë, për një liri, jo vetëm lëvizje, por një liri, shkollimi dhe jetese në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, një lloj si të ishim qytetar i çdo vendi të Bashkimit Evropian. Doja të falenderoja edhe grupin e atyre fëmijëve që na nderuan realisht me atë performancën e tyre fantastike dhe do t'ju bëja thirrje të gjithëve që në datën 11 maj të votojmë numrin 5 dhe Partinë Socialiste. Faleminderit. Mirëmbrëma Durrësi, mirëmbrëma. Dy fjalë të shkurtra, unë ndoshta jam më i riu në politikë dhe patjetër që tyret e Partisë Socialiste u hapën dhe për njerëzit që kanë ide, por që nuk e shikonin nga larg politikën. Unë e besoj dhe mendoj që bashkarisht të mund të arrijmë edhe një fitore akoma më të madhe dhe pse jo të arrijmë edhe 10 mandate në qytet qarkun e Durrësit. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur të gjithë miq dhe mbështetës të Partisë Socialiste. Faleminderit që keni ardhur sot në këtë shesh në zemër të Durrësit për të përmbyllur me krenari dhe entuziazëm këtë fushat zgjedhore, fushat gjatë së cilës kemi takuar shumë njerëz dashamirës, mbështetës pa kufi, duke na dhënë forcë dhe mbështetje për të vazhduar punën, betejën, për të mos neglizhuar asnjë votë të vetme. Sidomos për mua, çdo votë është shumë e rëndësishme, sepse ka peshën e një zëri që duhet të dëgjohet, ka peshën e një shprese. Atëre, këtë fushat që në fillim e kam parë si një marshim besimi dhe vendosmërie të gjithë neve bashkarisht për të shkuar drejt një fitoreje historike në datë 11 maj, që do të vulloset në datë 11 maj në kutijat e votimit dhe që do të jetë fitoria që do i hapi rrugën të ardhmes tonë në Bashkimin Evropian, të ardhmes së qarkut të Durrësit dhe të ardhmes evropiane të gjithë Shqipërisë. Faleminderit për mbështetjen, mirënjohje nga zemra. Mirëmbrëma të gjithëve, të nderuar qytetarë të Durrësit, Krujës dhe Shjakut tim të dashur.
Ju falenderoj nga zemra për këtë pjesëmarrje të jashtëzakonshme dhe mbështetjen që jepni Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Me 11 maj kemi të çojmë përpara punët e mira që kemi ndisur për një Shqipëri më të zhvilluar, për një Shqipëri të drejtë dhe për një Shqipëri pranë Bashkimit Evropian. Ju ftojmë të gjithë së bashku që të marrim pjesë masivisht në zgjedhjet e 11 majit për Partinë Socialiste numrin 5 Edi Rama. Faleminderit. Mirëmbrëma. Shkurt fare. 5 sekonda për të votuar numrin 5. Mirëmbrëma Durrësi. Para 9 muajsh, kur aplikova në platformën deputeti që duam, askush nuk ishte besim, as familja ime, miqtë e mi, madje dhe as unë vetë. Por sot jam këtu përpara jush, me këtë peshë të bindjes dhe besimit, se vetëm Partia Socialiste është ajo që do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Votoni numrin 5. Mirëmbrëma Kruja, mirëmbrëma Durrësi, mirëmbrëma Shiaku. Ju falenderoj shumë për mbështetjen dhe besimin dhe me 11 maj të votojmë numrin 5 Partinë Socialiste drejt Krujës Europiane, drejt Shqipërisë Europiane. Faleminderit. Mirëmbrëma Durrësi, Kruja dhe Shiaku. Nga ky takim fantastik sot këtu, fillon fitoria e madhe e Partisë Socialiste me datën 11 maj. Kështu që të gjithë bashkë në datën 11 maj, me përkushtim dhe vendosmëri të votoni Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për të marrë mandatin në 9 në Durrës. Faleminderit. Mirëmbrëma Durrësi, mirëmbrëma Kruja, mirëmbrëma Shiaku. Nder dhe privilegj të jem pjesë e skuadrës fituese të Partisë Socialiste. Ndaj me datën 11 të gjithë numrin 5. Fitore. Mirëmbrëma, ju lutem votoni numrin 5 sepse numri 5 simbolizon përvojat dhe eksperiencat e reja. Qyteti i Durrësit ka qenë qyteti më i afërt Perëndimit dhe votojimi i kësaj radhe është të shkojmë drejt Perëndimit. Ju faleminderit. Mirëmbrëma Durrësi, Shiaku, Kruja. Edhe 3 ditë na ndajnë nga data 11 maj, ju lutem masivisht Partia Socialiste dhe numrin 5 për Shqipërinë Europiane. Mirëmbrëma Durrësi, nuk ka gjë më të bukur, më speciale ta festosh ditëlindjen në këtë shesh, duke kërkuar mbështetjen për Partinë Socialiste numrin 5 Edi Rama kryeministër. Faleminderit. Mirëmbrëma Durrësi, edhe unë do të pjesë shumë shkurt, votoni numrin 5, votoni Partinë Socialiste. Përshëndetje Durrësi, Kruja, Fushkruja, Shiaku. Faleminderit për këtë takim kaq madhështor sot. Ju ftoj me 11 maj të votojmë numrin 5 Partinë Socialiste në mënyrë që zoti kryeministër kam një kërkesë, të lutem na duhen 9 karrige sepse Durrësi do vi me 9 mandate në Durrës. Faleminderit, votoni numrin 5. Faleminderit të gjithëve. Atëherë kam kënaqësi të ftoj këtu kryeministrin Edi Rama. Shumë faleminderit. Edhe si Durrësak dua ta nis me një falënderim shumë të veçantë, pasi qysh i vogël kam kaluar në këtë shesh. Edhe pastaj kur u rrita dhe u bëra kryeministër, kam dashur shumë që ky shesh të ndryshoj dhe së bashku me kryetarin e bashkisë
e transformuam këtë shesh dhe para pak ditësh kur Ani më çoi fotografin e Kënetës që ishte mbledhur këtu, mu duk sikur kishin dalë leshterikët e bregut atje edhe ishin bër lëmsh këtu. Kështu që faleminderit që erdhët dhe pastrut komplet atë imazh se nuk mundet dot ta përballoja idenë që ai lëmshi i leshterikëve kishte lënë një hije këtu në këtë shesh. Edhe siç e fshit ju atë lëmsh me këtë masivitet sot, me këtë të dal nga deti, kështu Durrësi, qarku i Durrësit do t'i japi një shtytje edhe më të fortë leshterikëve në 11 maj. Një shtytje që do t'i rrudhi edhe më shumë. Tani, Klodi kishte merak se në memorandumin e Kuqit unë mandatin e 9 e vura 50%. Dhe arsyeja pse unë e vura 50% nuk ka të bëj as pak me të gjithë ju, përkundrazi, ju jam jashtëzakonisht mirënjohës që keni ardhur dhe po qëndroni këtu, edhe madje jo vetëm po qëndroni, por edhe po duartrokisni fjalimin tim që kush e di për sa të herë po dëgjoni. Por ka të bëj me sa shumë dursakët që nuk para janë njerëz që lëvizin kollaj për ditë diele për të bërë punë të tjera përveç qefit tyre si Loeri, do të shkojnë në kutinë e votimit. Nëse do të ketë një masivitet si ky që ka sot këtu, dhe nëse të gjithë ju që jeni këtu, vërtet në takimin më të madh që unë kam parë në herë në Durrës, jeni pararoja e atyre që do të shkojnë në çdo qendër votimi, atëre pas një diskutim, Durrësi do të thyej përsëri rekordin e vet, duke marrë 9 mandate për Partinë Socialiste. Natyrisht që kur them Durrësi kam parasysh që nuk është vetëm qyteti dhe bashkia e Durrësit, është edhe Kruja, është edhe Shiaku. Dhe dua t'i falenderoj nga zemra edhe Turin, edhe Tonin, për punën që kanë bërë, por mbi të gjitha dua të falenderoj kryetarin e Bashkisë Durrësit, që mori përsipër pa e kërkuar, edhe nuk e di çfarë ka menduar kur ja ngarkuam në kryesinë e partisë barrën që të udhëheqi këtë qark, por që sot meriton vërtet respektin më të madh për udhëheqjen e qarkut me një qetësi olimpike dhe me një vendosmëri për t'u admiruar. Tani unë dua vetëm pak fjalë t'ju them, s'dua t'ju mbaj gjatë, sepse vërtet sot mbyllet rrugtimi i filluar qytet në qytet, fshat në fshat, lagje në lagje, shtëpi në shtëpi, der në der, por fillon puna intensive për të siguruar daljen e çdo zgjedhësi dhe për të siguruar që askush të mos mbetet pa votuar, ashtu sikundër duhet vazhdoj puna edhe për të siguruar që të gjithë ata që janë jashtë Shqipërisë dhe që janë regjistruar si zgjedhës në Durrës të kthejnë zarfin, pasi asnjë zarf nuk është mirë të mbetet pa u dërguar në 11 maj. Në 11 maj nuk është një zgjedhje si të gjitha të tjerat.
Ne kemi bërë shumë palëzgjedhje, kemi zgjedhur për qeverinë, kemi zgjedhur për bashkinë, ndërkohë që 11 maj do të zgjedhim për historinë. Është një takim me historinë. Asnjëherë qysh se ra regjimi komunist dhe qysh se të gjithë ne e ndërruam me zë, jo vetëm në heshtje siç ndodhte më përpara kur Durrësi dëgjonte fshehurës i Adriano Celentanon, por me zë Shqipërinë si gjithë Europa. Është hera e parë. Është hera e parë pas 30 e kusur vitesh që Bashkimi Evropian ka hapur derën dhe na ka shtrirë dorën, duke na ftuar që të negociojmë një marrëveshje përfundimtare deri në 2027 dhe të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Këtë mundësi që historia e solli përpara nesh, fal një punë shumë madhe, shumë këmbgulse që ne kemi bërë, por dhe fal faktit që papritur janë përputhur ylli i fatit evropian të Shqipërisë me yllin e fatit të Europës, ne nuk mund ta huqim. Ne nuk mund ta nëmletësojmë, ne nuk mund ta trajtojmë si mundësi që do të jetë gjithmonë aty. Bashkimi Evropian është një shtëpi të pasurish. Shtëpitë e pasurve nuk e mbajnë derën hapur, ju e dini shumë mirë. Janë të varfrit që e mbajnë derën hapur gjithmonë, jo të pasurit. Dhe kur dera asaj shtëpie hapet, do të thotë që janë përputhur edhe interesat. Janë 27 aty brenda, që duhet bien gjithë dakord që të hapin derën. Dhe ti mund të trokasësh sa të duash, ti mund të jesh gati sa të duash që të hysh aty brenda, por pa rënë në një mendje ata të gjithë dhe pa e parë ata interesin e tyre tek trokitja jote, dera nuk hapet. Tani dera është e hapur dhe ne nuk duhet ta lëmë të mbyllet pa u futur brenda në Bashkimin Evropian. Dhe për këtë arsye, unë dua t'i drejtoj një fjalë demokratëve të Durrësit. E di që janë rrac e çuditshme, sepse kanë sqim të madhe, edhe e di shumë mirë që kanë bindje që nuk lidhen thjesht me të përditshmen apo me partinë, por vinë nga larg dhe i respektoj. Por ama duhet i drejtohem qytetarisë tyre, duhet i drejtohem edhe përgjegjësisë tyre, sepse dursakët kanë përgjegjësi. Kanë përgjegjësi jo thjesht për atë që janë sot, po për atë që Durrësi ka qenë në të gjitha kohrat. Ka qenë sot ne themi Tirana është kryeqyteti i Evropës Ballkanit, por në kohra tjera ka qenë Durrësi Europa e Shqipërisë. Dhe është e pamundur për mua ta imagjinoj që qytetarët e Durrësit, ata të cilët nuk ja shohin dot ngjyrën Partisë Socialiste, ata të cilët flamuri i partisë tonë i bën të acarohen si demi ku shef leckën e kuqe, duhet të shohin një ngjyrë tjetër. Duhet ta shohin shumë thellë një ngjyrë tjetër e cila na bashkon sot këtu dhe e cila ka bashkuar sot flamurin kuqezi me flamurin e Europës. Duhet të shohin ngjyrën e detit që na lidh me Europën, që qëllon të jetë ngjyra e partisë tyre, por partia e tyre për momentin është në koma. Partia e tyre nuk jep e nuk merr. Dhe të presësh nga një parti në koma që të vrapoj është iluzion. Dhe për më tepër të mendosh që qytetarët dursak të mbeten peng pas një bufi kënete është trishtim. Dhe unë i drejtohem atyre dhe ju them
shikojeni 11 majin si pasardhës të atyre që folën për herë të parë shqip këtu në Durrës. Shikojeni 11 majin si pasardhës të atyre që e bën Durrësin portin ku hynin e dilnin anijet e Evropës. Shikojeni si pasardhës të atyre që në shekuj mbajtën këtu shpirtin e Evropës të gjallë dhe aktiv. Shikojeni si pasardhës të atyre që nuk ju dorëzuan kur as diktaturës dhe nuk ju dorëzuan kur as ides se Durrësi mund të shikonte nga lindja. Pasi Durrësi është jo vetëm në perëndim të Shqipërisë, po Durrësi është pjesë e perëndimit të Evropës. Dhe bëni një zgjedhje që nuk është vetëm zgjedhja juaj, po është dhe zgjedhja e fëmijëve tuaj. E fëmijëve tuaj të cilëve juve nuk mund t'ja mohoni. Nuk mund t'ja mohoni. Dhuratën më të madhe që të gjithë ne prindrit e kohës sot me mund t'i bëjmë fëmijëve, pasaportën europiane të Shqipërisë. E fëmijëve tuaj, të ardhmen europiane të cilëve, për atë zot nuk mund t'ja besoni bufit Kënetës, që është një politikan i lasht, një politikan i dëshpëruar, një politikan i pa shpresë, një hadhexhi, që rri rrugëve për radhin e tij personal, edhe që sul të gjithë partin e bretkocave në një ofensiv gëzimi për një gënjeshtër të re si ajo e sotmja. Pastaj ma tha shumë bukur një zonjë për para ca ditësh, qa po ndodh, tha, unë nuk arrit ta kuptoj, ne na rritëm prindrit dhe ne rrisim fëmijët me mësimin që duhet kujdesemi për pleqt. Qa bëhet, tha, me këta demokratët që duan që i plak të kujdeset për të gjithë ne? Nuk shkon. Nuk shkon. Dhe nga ana tjetër, më duhet t'ja u them edhe këtu demokratëve fabulën e bukur popullore, kur baba thiri 3 djemtë e vet. Të madhit i tha do kujdesesh për arën e shtëpisë. Të dytit i tha do kujdesesh që prodhimi të shkojë në pazar. Të tretit i tha ti tha do kujdesesh për babën, tha, se ti e i vogli, tha. Edhe nuk do e lesh babën dalin nga shtëpia kur baba të lajthisi. Ai i tha, po si do ja kuptoj unë babë? Shumë kollaj, tha. Kur baba të filloj të ngatroj fjalët e konakut burrave, me fjalët e konakut grave, myllja derën, mos e lej më me dalë, tha, se do bëhet baba gazi botës. Tani, këti të rjedhuri që vjen vërdall dhe për Shqipëri dhe thot do bëj Shqipërinë madhështore, edhe që nuk arrin do të lidhi kryefjalën me kallëzuesin, mirë që nuk ju gjet dikush aty afër që të mos e lej me dal nga shtëpia, po të paktën këtë herë zgjesit demokrat nuk duhet hynë në gjunaf, se gjunafi është i dyfisht, të mos votosh për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian dhe për Shqipërinë në BE, po të votosh për Kënetën, dhe nga ana tjetër të mos votosh për ta lënë plakun të hikin në shtëpi, po të votosh për ta mbajt plakun zvarr në për Shqipëri, është vërtet shumë e ulët. Kështu që unë shpresoj dhe besoj që shumë demokrat do t'i bashkohen pesës, jo Partisë Socialiste, do t'i bashkohen Shqipërisë për t'na dhënë një fuqi më të madhe, për t'na dhënë një fuqi më të madhe që ne ta mbyllim me sukses krushqin me Bashkimin Evropian. Këtu ne nuk jemi për të marrë votat që na duhen për të bërë qeverinë. Ne votat për të bërë qeverinë i kemi pa fushat, fare. Ne 71 vota i marrim pa fushat. Këtu ne jemi për të siguruar, për të bërë çmos që të gjithkujt t'i shkojë mesazhi që Shqipëria sot ka nevojë për një fuqi që t'jetë për tej partive.
ka nevojë për një fuqi popullore ku të majt e të djathtë nuk shohin njëri tjetrin, por shohin bashkë drejt përpara. Ka nevojë për një fuqi që t'i jap atë që ne nuk na e dhanë dot prindrit tanë. Prindërve tanë nuk ja dhanë dot gjyshrit tanë. Gjyshërve tanë nuk ja dhanë dot stërgjyshrit tanë dhe kështu mbrapa në kohra qysh nga Skënderbeu i Krujës, profeti i historisë tonë kombëtare, i cili na e përsaktoi fatin, na e tha kur vuri barikadën dhe i vuri shpatullat perëndimit që fati ynë i stërnipërve të tij është Europa. Dhe sot ne na jepet kjo mundësi e ardhë që atë profeci që pastaj rilindasit tanë e kthyen në amanet, na e lanë me shkrim, dielli për ne lind nga Perëndon, të mund ta materializojmë duke e quar këtë flamurin kuqezi në oborrin e asaj shtëpisë madhe dhe duke i dhënë fund një herë për gjithmonë një fati që ka qenë gjithmonë një fat ndëshkimi për ne, pasi me zakon Zoti na ka dhënë këtu në mes të Europës një nga popujt më të vjetër, kurse me ligj kemi mbetur një popull të huajsh këtu në mes të Europës. Na trajtojnë si të huaj. Pavarësisht se jemi ngjitur me ta. Kur shkojmë atje, nuk jemi njësoj si ata, sepse kemi të drejtë të lëvizim në për vendet e tyre, por prap mbetemi të huaj. Ndërsa me atë pasaport nuk kemi më nevojë për asnjë pasaport tjetër në botë për të pasur dinjitetin e barabartë me ata. Me atë pasaport kuqezi, shqiptarët e Italisë, të Greqisë, të Gjermanisë, kudo qofshin, do të mund të jenë aty pa pasur nevojë të ndrojnë pasaportën për të gëzuar të njëjtat liri, të njëjtat të drejta. Ndërkohë që të gjithë fëmijët e këtij vendi do të mund të shkojnë të studiojnë jo më si student huaj, për cilët prindrit paguajnë 10 herë më shumë se sa paguajnë prindrit e fëmijëve atje, por si student europian të Bashkimit Evropian. Me këtë pasaport, Shqipëria bëhet e madhe sa Bashkimi Evropian bëhet i vogël sa Shqipëria. Dhe ndërkohë patjetër, mund të flisja këtu gjatë ani i preku çfarë ne kemi bërë e çfarë do bëjmë për Durrësin. Por ju siguroj që Durrësi i 2030-s do të ngjajë me Durrësin sot, aq sa gjan Durrësi sot me Durrësin para 10 vjetësh. Do të jetë një Durrës ku të gjitha projektet do të kenë marrë formën e tyre, ku porti i ri tregtar do të jetë operativ, ku porti turistik do të jetë operativ, ku rritja ekonomike do të jetë realitet, ku vendet e punës do të jenë shumë më tepër, pasi shumë më tepër tregti do të bëhet në Durrës, shumë më tepër ekonomi do të krijohet në Durrës, por prapë përsëris ne duhet mos harrojmë që në fund të ditës historia e shqiptarëve ka qenë dhe ka mbetur gjithmonë jo një histori për të bërë më të pasur në radh parë, por një histori për të mbijetuar me dinjitet. Dhe është momenti të vendosim dinjitetin dhe identitetin tonë europian në një pasaport. Motra dhe vëllezër, mund të flisja dhe shumë më gjatë se është shumë bukur këtu, por nuk dua të zgjatem më tutje dhe dua t'ju lë sot me besimin e madh se ju nuk do të ndaleni dhe se nuk do të lini që askush rreth jush i afërt ose i njohur të mos vi me ju në kutinë e votimit për të nxjerrë nga hapja e kutive një det të madh kuqezi edhe këtu në Durrës, në qarkun e Durrësit. Dhe në fund fare, dua t'ju them të gjithë atyre që thoshin
qanë këta pse Edi Rama bën mbledhje vetëm me gratë. Shikoni tani sa burra kanë ardhë mbasi u mblodhën një herë gratë. Ja pra, kjo është forca e gruas, kjo është forca e grave dhe vajzave, dhe kjo është fuqia e madhe e Partisë Socialiste, që gra, burra, vajza, djem, i bën bashk, jo për partinë, po i bën bashk për Shqipërinë. Shumë faleminderit. Rof Dursi, Rof Kruja, Rof Shiaku, dhe tani kam një surprizë për ju, jo më fjalime. Jo më fjalime, por dua që të këndoj bashkë me Nojzin unë, edhe bashkë me ju, se Nojzi e ka qarë këngën. Dursi imitasyon. Çoğunu diyorum Çin Dursi. Hey! Hey! Dokinet verklosen sa dom så Çin Durtal. Hey, perché so che siamo con tu se c'è faccia mi torna Dio. La pinga. Hey. Troppa sensazione ci fa. Hey, pioneer on board. The same. We and me. When you're sitting on chill bus. Hey, somebody, one day. Why not? Why not? Johnny Durta, Chip Dursi, Shepala Dursi, Pesa, Nenili Pai, Shepala, Vittoria. Shpët shkardhe